Fillojmë, Okej. Mirëditë të gjithëve, dhe një herë nga Kajzerau kam në bazë Shqipërisë në Euro 2024. Në këtë komunikim sot pas ndeshjes me Kroacinë jemi me sulmuesin Rejmana, i cili do të përgjigjet interesit medias. Fillojmë një herë me pyetje me gazetarët nga salla, pastaj do të vazhdojmë me pyetje nga gazetarët që po na ndjekin online. Atëherë Glenti. Glenti Tafari, Organizacioni Klan. Për të emocionat të jashtëzakonshme, një ndeshje që mund ta fitonin, po për mënyrën si rodhën ngjarjet, gol minutën e 95, vërtet gjithë përjetuan maksimum. Si e përjetuat dhe ju që jeni pjesë integrale e skuadrës, dhe sa shumë motiv dhe moral ju jep një barazim i tillë, edhe pse më pas kur kalon entuziazmi shikon që ndoshta me pak kujdes më kishim marrë 3 pikë. Jo, ishim në autobus dhe kur mbaron ndeshja fillon të mendosh. Dije mbas ndeshjes, kur mbaroi ndeshja, fillum të mendonim dhe besoj se mund të kishim arrit 3 pikshin. Patëm ato 4 minuta që na bën 2 gola. Besoj se goli i dytë mund të jepesh dhe fall, por gjyqtari tha që na vari s'kishte asgjë. Kemi qik kështu, na ngeli qik pishman që nuk morëm dot 3 pikshin, se do ishte shumë e rëndësishme, se tani duhet fitojmë se s'bën me Spanjën për kalur grupin, dhe presim dhe son dark si do vej Spanja me Italin. Normalisht që po të fitoj Spanja sot, besoj se mund të kemi akoma më shumë shanse. Por këto 3 ditë do përgatitemi që të bëjmë historinë edhe të marrim 3 pikë kundra Spanjës. Ishte një moment që goditje me kokë shkove pranë golit, në fakt edhe kam përshtypjen përpret me shumë emocionat moment kur do të vijë dhe goli i parë në një kompeticion kaq madhor. Kjo është njëra dhe tjetra është bën 2 ndeshje që në fakt është një lloj plage që kemi që pse 2 gola në pak minuta. Çfarë na ndodh në ato raste? Vuajmë shumë një gol të pësuar, u humbasim sa momente sepse në 5 minuta 2 gola me Italinë, në 2 minuta 2 gola me Kroacinë. Ndeshja me Italinë besoj se goli që bëm shumë shpejt, na bëri që tuleshim shumë dhe Italia normalisht ka kualitet, ka lojtarë të mëdhenj si Kroacia, por besoj se këtë ndeshje në pjesën e parë kemi bërë pjesën e parë më të mira nga gjitha ndeshjet që kemi bërë vitet e fundit. Tani goli i parë erdhi nga një gjujtje që portieri direkt mori topin dhe ne 3 lojtarët e sulmit ishim para dhe u bë 3 kundra 3. Pastaj goli i dytë thash mund të jepesh dhe fall. Arbitri nuk dha fallin dhe besoj se dhe na demoralizovi goli i parë se mungonin 10 minuta nga fundi dhe ekipi e donte shumë, e dëshironte shumë fitoren, dhe i goli sigur na destabilizoi çik. Po patëm atë forcën që pastaj Klausi munit fundit dhe lojtarët që erdhën na stoli na krijon shumë okazione dhe mirë që vajti ashtu. Jemi tu Kajzerau, kushtet janë shumë të mira, gjumën e bën mirë, qetë, po sa herë del nëndër goli i parë në këtë kompeticion? Jo, besoj se si çdo lloj sulmuesi, normalisht që goli është gjë më e rëndësishme, por këtu jemi një ekip kombëtar, s'ka rëndësi kush bën golin, rëndësi ka që ekipi të ecë sa më përpara. Dhe fundit nga unë, Rej ke luajtur në Spanjë. E di mentalitetin e spanjollëve, e di se si luajnë, se si e të shohin futbollin dhe se si e praktikojnë për më tepër. Do të luajnë pas pak ditësh, e the vetë që do shohim çdo të ndodh me Italinë, ndoshta ndikohet kjo sfidë sepse Spanja mund të vijë kualifikuar, mund të vinë në vendin e parë siguruar, por për mentalitetin që kanë spanjollët, për mënyrën si luajnë, çfarë do të bëjmë që t'i ndalim, sa dim që kanë qef të luajnë me topën. Jo, besoj se Spanja është, si gjithë e njohim, është ekip shumë i madh. Tani normalisht që po trafi sot Italinë, kemi akoma më shumë shpresa se ata janë të parët grupit, por kanë dhe lojtarë shumë kualitet, si Rodri, Lamine Yamal, Morata, janë lojtarë me emra të mëdhenj, por ne besoj se duhet bëjmë ndeshjen tonë, duhet shohim shumë lojtarë të tjerë dhe duhet japim 100% që në minutë e parë deri në minutë fundit. Përshëndetje, Ernest Koçi nga Report Televizion. Manaj ne dje morëm pikën e parë, por si që the dhe ti të vjen keq që nuk ishin 3 pikë. Mund të na zbulosh diçka, çfarë u fol me shokët e ekipit, a ishin të kënaqur vetëm me pikën apo mbeti mendja te 3 pikëshi? Jo, normalisht kur mbaroi ndeshja, normalisht që se shënum minutën 95, ishim të kënaqur dhe me barazimin, se mund menin gjëra ndryshe, mund të humbin ndeshjen. Por ekipi, si stafi, si gjithë,
ishte kryesori që të fitonim ndeshjen për pjesën e parë që zhvillum dhe për ato 20 minutat pjesës dytë. Por tani kur los në nivele kaq të larta mund të ndodhi gjithçka, mund ndryshojnë pak minuta. Kështu që ikëm erdhëm këtu ndërmund të kënaqur me barazimin. Manaj djetëroj shumë herë para ekipin duke fituar dy luftime si në tokë, por edhe në ajër. Dukesh sikur je në një formë shumë të mirë në këtë ndeshje dhe pret që golin e parë ta gjesh kundër Spanjës. Jo, shpresoj që golin ta bëj kush ta bëj, rëndësi ka vetëm që të fitojmë me Spanjën dhe të kemi mundësi të kualifikojmë dhe të kalojmë grupin. Burhan? Përshëndetje, Burhani prej televizionit Spektri të Vëzhevës. Manaj, cila është atmosfera tek lojtarët tani pas barazimit pikët e para në kampionat? Jo, ekipi është shumë i motivuar. Besojmë që edhe ndeshjen e fundit është ndeshje o brenda o jashtë, dhe normalisht gjithë lojtarët si ata që do lozin në fillimi, si ata të stolit, do jenë të përqendruar 100%, se pam shumë mirë që 2 minuta mund të futet një lojtar minutë 85, të ndryshojë ndeshjen dhe të bëj gol. Tani emocionet janë ndaja se është kampionat evropian, gjithë Shqipëria ndjek këto ndeshje, si gjithë bota. Ne të thash gjë më e rëndësishme që të futemi në fushë të përqendruar, se mund të arrijmë fitoren kundra Spanjës edhe të kalojmë grupin. Po. Ndeshjen e parë patëm me humbje e nisëm, lidhur me barazim. A jemi gati për ndeshjen e tretë, të tretën të vërtetën, të shkojmë me fitore me Spanjën dhe gjithë shqiptarët të shojmë në qiellin e shtatë? Atë gjithë lojtarët atë duam, shpresojmë. Okej. Atëherë kalojmë me pyetje nga gazetarët që po na ndjekin online. Renald Bregasi, Supersport. Përshëndetje Manaj. Përshëndetje. A mund ta menaxhoni më mirë ndaj Kroacisë? Pra në pjesën e parë u futëm agresiv, luftarak në çdo duel, ndërsa në të dytën duket sikur i lam terren kundërshtarit, duke u futur në mbrojtje të rezultatit. A ishte Kroacia që ushtroi presion apo ishte zgjedhje taktike jona? Jo, besoj se në pjesën e dytë normalisht dhe Kroacia donte të sulmonte, se në pjesën e parë s'pati hapësira, se ne zhvillum një pjesë parë shumë mirë. Normalisht, kur lozëm këto nivele, edhe ekipi tjetër ka lojtarë cilësor, si ata dy ndrimet që futi Kroacia, erdhën na presonin çik më lart edhe krijonin më shumë hapësira. Besoj se në pjesë të dytë mund ta menaxhonim çik më mirë situatën, por sidomos 20 minutat e para, por jemi të kënaqur me barazimin dhe shpresojmë që tani që të marrim fitore me Spanjën. Ke pyetje tjetër Rino? Po, të lutem. Po. 3 gola në këtë Europian nga Shqipëria, asnjë nga qendërsulmuesit. Është thjesht çështje pati apo çështje e taktikës tonë ku qendërsulmuesit i duhet bëjë dhe detyra ekstra, pra nuk ka vetëm detyrën thjesht për të parë drejt portës? Jo, besoj se s'ka lidhje me fatin. Besoj se 3 lojtarët që kanë shënuar golat kanë bërë gola shumë bukur dhe shumë deciziv. Besoj se kanë bërë gola shumë deciziv. Tani shpresojmë që ndeshja me Spanjën, si tash më përpara kolegut tënd, shpresojmë që të bëj gol kush tjetër, rëndësi ka që të fitojmë ndeshjen. Okej. Kristi? Kristi Seatlari, Panorama Sport. Përshëndetje Manaj, Përshëndetje. dua ta nis pak me ndeshjen me Italinë. Ai rasti juaj në fund me bastonin ishte rasti pothuajse i artë për të marrë një pikë. Ndërkohë me Kroacinë, pjesën e parë u patë shumë mirë në linje me Asani dhe Bajramin, por në pjesën e dytë duhet që të godisim në kundërshtull. Mund të themi që duhet të tregoheshim pak më të kujdesshëm në ato disa raste që na u dhanë dhe pse jo mund të kishim mbyllur dhe ndeshjen. Normalisht ne atë donim, po ndeshje ndryshojnë shumë gjëra, shumë faktore, sa është e lehtë që ti kapësh edhe në kundrasulm, se ndenjëm 45 minuta duke vrapur në fazën defensive, pastaj kur ke topin, s'ke dhe fuqin që mund t'i kapësh në kundrasulm. Okej. Pyetje tjetër Krist? Okej, po, dhe tjetra. Asë një duel me një prej mbrojtësave më të mirë
botës, si Guardiola i Cityt, por besoni ta keni më të lehtë ndoshta me Spanjën nëse do të jeni në fushë për të gjetur golin apo pse jo për të bërë protagonist. Jo, besoj se dhe Spanja ka mbrojtës shumë të mirë. Thash si më përpara, rëndësi për mua ka që ekipi të si para, jemi ekip kombëtar dhe kryesorja është që kombëtarja të si sa më përpara, jo individualiteti. Okej. Pyetje tjera nga salla? Pyetje tjera nga çunat online? Rino? Një të lutem. Po. Manaj, guximin e ka shpërblyer. Ndoshta Italinë e respektuam një çik më shumë se ç'duhet, por ndaj Kroacisë na shpërbleu kur e luajtëm me guxim. Si është shpirti juaj? Do I futeni kështu kësaj ndeshje me Spanjën? Pra, duke bërë ato duelet, dy luftimet, lojën edhe paksa të pisët në tojza për të ndalur çdo kundërshtar? Normalisht duhet futemi akoma më fort se që futëm me Kroacinë, se me Kroacinë u futëm pjesë parë mirë, pjesën e dytë patëm çikë një rënje, edhe duhet jemi të përqendruar ndeshjen me Spanjën se janë një nga ekipet më të mira në botë, edhe duhet japim 100% që na minuta e parë deri minutën 95. Okej. Kjo ishte edhe pyetja e fundit. Ju falenderoj shumë për praninë dhe bashkë do shihemi në komunikimin